tyre mrena. Unë jam fut këtë rrugë të bashkimit. Bashkimi bëhet nga baza, keni thënë, nëse s'ka mundur të bëhet nga koka, do të bëhet nga baza. E pash në deklaratën Po se publike. pa të lashe, për shkaq individuale, për interesat ngushta individuale së bon këtu. Ka që maj letë. Po shkojmë nga baza. Po shkojmë ata që kanë kërku bashkimin, qytetarët. Elektorati, votës. Ata kanë kërku bashkimin, po shkojmë të ta. Le ta bëjnë ata bashkimin ato që e pengunin individet. Dhe ky bashkim, që do të thotë, sot jemi 2 lista. Në parlament do të jemi një grup i fuqishëm parlamentar. Ju besoni që do të jeni në parlament? Besoni? Po që unë krejt jam besim. Krejt angazhim e jetaj me. Që të unë e daloj. Unë jam drejtor që bëj beteja. Unë nuk më shif na. Unë nuk futën e për skute. Unë e dalë e ndërej një votë të gjithë qytetarit Kosovës. Unë e dalë bëj betej. Dhe dalë para njerëzve të Kosovës e kërkoj votën. Unë nuk fitoj në shpinën e të tjetrit. Më sheft. Tinza. Ose me ikë betejes. Qysh e ikë një luftar betejes? E qysh e thu luftar ki besim, pajme. Në krejtë nëse kur gjë tjetër s'kemi, që ta kemi besimin. Ne besojmë në projekte tona. Ajo është mateja për këtë besim ma ka rritë. Unë që ka jem duke parë këtë ditë, njerëzit mobilizohen rreth bashkimit. Njerëzit mobilizohen rreth një projekti qartë, një ide të qartë, të ndryshime që po vjen. A ndryshimi, zoti Sadiku, në Kosovë, ka mundësi me ardhë, vetëm që të rrugë tash. Nisma me kalu pragun, mu bashku një grup i fuqishëm politik, ne vazhdojmë i marrëm që ata deputet që tash, që këna mujtë me marrë bashkë, i marrëm 36 deputet. Dhe funksionojnë si bashku. Jo, vetëm që funksionojnë si bashku. Po e pregadisim, një rekthim fuqishëm tasaj partije që ka rru shka në fitoret, mu këthin fitore. Tani këtë vinë edhe ata burat maj, ne shkojmë drejtë zgjedhjeve të fitores. Në zgjedhjet reja? Natyrisht. Absolutisht. Se i bie edhe në maj do shkojmë zgjedhjet tjetër. Ama me qeverisje tonë. Me qeverisje tonë.